Kalimi të dielën e 1 shtatorit nga sinjali analog në atë digjital për qarqet Tiranë, Durrës dhe Vlorë do të shoqërohet edhe me vendosje në mas të marsave digjitale DVB-T2. Përftimi i kanaleve digjitale bëhet me këtë marrës të thjeshtë që Radio-Televizioni Shqiptar i shet në të gjitha pikat e postës shqiptare në vlerën e 2.990 lekëve. Me vendosjen e këtij dekoderi nuk ka nevojë për abonim tek asnjë platformë digjitale. Ai ofron 12 kanale të Radio-Televizionit Shqiptar, si dhe kanale të tjera lokale dhe kombëtare. Instalimi i dekoderit DVB-T2 në një aparat televizori të thjeshtë ose të një kryhet në një mënyrë të shpejtë dhe të thjeshtë. Pas dekoderit vendoset fisha HDMI, vihet në prizë dekoderi e më pas instalohet edhe fisha e antenës. Në televizorët e vjetër fisha mund të jetë skart ose me 3 fisha me ngjyrat e kuqe, e verdhë dhe e bardhë. Ndezja e dekoderit do të sjellë edhe shfaqjen e logos dhe menus, ndërsa në ikonën kërkim automatik do të shtypet butoni që e nis këtë procedurë. Pas disa minutash në ekranin e televizorit do të shfaqet lista me 12 kanale të paketës së Radio-Televizionit Shqiptar, si dhe kanalet e tjera të cilat mbështeten në platformën digjitale RTS. Të gjithë teleshikuesit të cilët e kanë aparatin DVB-T2 ose televizorin e tyre të pajisur me këtë teknologji, mund të shohin të gjitha kanalet e paketës së RTS, si dhe kanalet kombëtare pas një pagesë. Për çdo problem që mund të keni, telefononi në numrin ton 04 222 8444. Ju mund na kontaktoni gjithashtu në faqen tonë zyrtare rtsh.al ose në Facebook Radio-Televizioni Shqiptar. Radio-Televizioni Shqiptar ju uron shikim të këndshëm dhe do të jetë gjithmonë në shërbimin tuaj.